Kemi mbetje të komunizmit dhe nuk po I përmbysim dot. Rudina Hajdari. PD-ja duhet të kishte një program të konsoliduar kundër krimit të organizuar. Rudina Hajdari është një ndër zërat e parë mes demokratëve që kërkon haptasi dorëheqjen e Sali Berishës nga drejtimi I Partisë Demokratike pas rezultatit zhgënjyes në zgjedhjet e 11 majit. Kemi një PD të kurrur, nuk shoh një të ardhme, sako që Berisha të jetë në krye. PD-ja do të ketë vetëm një të shkuar dhe jo një të ardhme. Me dorëheqjen e Berishës do të ketë zhvillime të tjera. Flasim për një parti që është kthyer në një parti që është rreth individit dhe jo rreth ideve. Berisha rreth vetes ka njerëz që I binden dhe e dëgjojnë, tha Hajdari në një intervistë televizive. Teksa e cilësoi Berishën si të shkuar, që mban rreth vetes njerëz të bindur, ish deputeti Hajdari tha se zgjedhjet e 11 majit ishin një hap pas. 11 maj tregoi që demokracia në vend nuk funksionon, është për të ardhur keq. Edhe sot kemi mbetje të komunizmit dhe nuk po I përmbysim dot. Edhe sot liderët politik kanë ngjashmëri me ata që luftuan fort që t'i hiqnim. Rama përdor të gjitha mënyrat e mundshme për të qëndruar në pushtet. Sistemi duhet ndryshuar dhe PD-ja duhet të kishte bërë një përpjekje më të madhe për ta ndryshuar atë. Sistemi elektoral është gjeneza e të gjitha gjërave. Është pa precedent se si Rama forcohet nga mandati në mandat. Këto zgjedhje ishin regres. Bandat bashkëpunuan me pushtetin. PD-ja duhet të kishte një program të konsoliduar kundër krimit të organizuar dhe duhet të shfaqte problemet që do të hasnin gjatë zgjedhjeve, tha Hajdari.